Ka përfunduar i gjithë rehabilitimi unazës së poshtme të qytetit të Burejlit, një investim i nisur prej disa muajsh. Kompania e cila ka fituar të drejtën e zbatimit të projektit ka bërë punimet e fundit që ishin vendosje sinjalistikës vertikale asaj horizontale. Këtë të hënë e gjithë vepra ishte e plotësuar, ndërkohë që ende nuk është hapur zyrtarisht për kalimin e automjeteve, veç atyre të banorëve që jetojnë përgjatë saj. Të gjithë zërat e punimeve janë përfunduar, që nga shtresat asfaltike, ndërtimi trotuareve, ndriçimit, sinjalistika vertikale e ajo horizontale. Burime për Mat Televizion thanë se rruga do të hapet për qarkullimin e automjeteve shumë shpejt, në mënyrë që të gjitha mjetet e tonazhit të rënd të mos kalojnë më nga qyteti i Burejlit, por të përdorin unazën e poshtme. Kjo rrugë synon që të shmang një problematik të kahershme të qytetarëve të Burejlit, të cilët përballeshin çdo ditë me automjetet e tonazhit të rënd, që kryesisht transportonin mineral kromi. Të gjitha këta mjete me hapjen për qarkullim të unazës së poshtme do të duhet detyrimisht të përdorin këtë segment, qoftë për të dërguar material tek uzina e ferrokromit në Komsi apo drejt Durrësit.